Mbrëm në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov është hapur ekspozita personale e parë e piktores Arbina Emini. Ekspozita titullohet Traditë në Telajo, ndërsa autoria shprehet se pikërisht këtë temë e ka zgjedhur pasi edhe arti bazohet në traditë. Ajo thotë se tradita është përfaqësuesja më e denjë e artit dhe prandaj e ka punuar me shumë dëshirë këtë ekspozitë. Arsyeja sepse unë e kam zgjedhur këtë temë, traditë në Telajo, është sepse unë realisht jam shumë e dashuruar me traditën. Se për shkak se nëse themi art, çfarë përmban arti? Përmban estetik, harmoni, shpirt, sidomos përmban shpirt brenda vete. E kush më mirë se tradita e përfaqëson këtë, sepse traditën e kemi shumë të pasur si në kostume, si në lëvizje, ornamente, motive. Besoj se tradita sinqerisht është përfaqësuesi më i denjë i artit. Prandaj dhe unë kam punuar me shumë zemër dhe e kam zgjedhur që si ekspozitë për art personale, patjetër që kjo ngel mende sepse është diçka shumë e veçantë, ta kem pikërisht traditën sepse e kam dashur shumë që e vogël. Me këtë ekspozitë, sipas drejtoreshës së Galerisë së Arteve në Tetov, Arbenita Meta, fillon cikli i ekspozitave për nder të festave të nëntorit. Hapim ekspozitën personale të piktores së gjeneratës re Arbina Emini me ekspozitën Tradita në Telajo dhe pikërisht me këtë ekspozitë dhe Galeria e Arteve fillon me ekspozitat e radhës që i kemi në nder të festave të nëntorit. Në hapjen e ekspozitës së piktores së re Arbina Emini ishin të pranishëm dashamirë të artit figurativ, familjar të piktores, si dhe mysafir të tjerë. Përndryshe, Arbina Emini është lindur në Tetov, ka diplomuar në Universitetin e Tetovës në drejtimin art figurativ, drejtimi arsimor. Është pjesëmarrëse në shumë ekspozita kolektive, ku edhe ka marrë vende të para dhe çmime të ndryshme për krijimtarinë e saj.